Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 29 korrik dhe kisha në ortodokse në këtë datë na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 20, vargu 1 deri në vargun 16. Le ta lexojmë këtë pjesë ungjillore dhe ta komentojmë sipas hetrave. Mbretëria e qeve ngjan pra një zot shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtorët për vreshtin e vet. Mbasi ra në ujdi me punëtorët për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa të tjerë që rinin në shes të papunë. Dhe u tha atyre: "Shkoni dhe unë në vresh dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 dhe bëri po ashtu. Kur doli përsëri dhe rreth orës së 11, gjeti disa të tjerë të papunë dhe u tha: "Përsërini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë në mëditje." Ai u tha atyre: "Shkoni dhe unë në vresh dhe do të merrni aq sa është e drejtë." Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit të ta kujdestarit të vet, thiri punëtorët dhe jepu mëditje atyre, duke filluar nga ata të fundit deri te të parët. Dhe kur erdhan ata të orës 11, morën nga 1 denar secili. Kur erdhan ata të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por ata morën nga 1 denar secili. Duke marrë murmurisin kundër zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe ti i trajtove si ne që hoqëm barën dhe vapën e ditës." Por ai duke përgjigju i tha njërit prej tyre: "Mik, unë nuk po ta ha hakun. A nuk re në ujdi me mua për 1 dinar? Merr atë që takon dhe shko, por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj me timen ç'të dua, apo bëj sylik sepse unë jam i mirë? Kështu të fundit do të jenë të parë dhe të parat të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur." Pra, kjo është shëmbulltyra e punëtorëve në bresht. Etrit e kishës e kanë komentuar gjerësisht, duke theksuar se kjo shëmbulltyrë flet më shumë për hijen e Perëndisë sa për pagën sipas meritës njerëzore. Por le të fillojmë varg për varg dhe komentojmë sipas hetrave. Mbretëria e qeve ngjan pra një zot shtëpie që doli herë në mëngjes për të pajtuar me mëditjen punëtorët për vreshtin e vet. Shënjangu i arti thot Zoti i shtëpisë vet Krishti, ndërsa vreshti është kisha dhe duhet dim se kisha është pasqyrimi i mbretërisë së qiellit në tokë. Shën Agustini Hippos thot: "Dalja e zotërisë tregon se Perëndia kërkon vazhdimisht njerëzit për t'i thirrur në shpëtim." Edhe sot Perëndia vazhdon të thrasë njerëz në çdo kohë të jetës, që ata janë fëmijë të ri, të rritur ose të moshuar. Çështja është se secili prej nesh duhet i shërbejë Zotit në atë kohë që ai u thirr. Po le të flasim edhe për vargun 2. Mbasi ra në ujdi me punëtorët për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Ra në ujdi për 1 denar. Denari simbolizon jetën e pasosur, pra hyrjen në mbretërinë e Zotit. Perëndia nuk mashtron askënd. Ai mban gjithmonë premtimin, pra ai e ka përgatitur mbretërinë e Perëndisë për ne. Edhe sot besnikëria e Zotit vazhdon, nuk ndryshon. Ai jep atë që ka premtuar. Pra, ka premtuar mbretërinë e Perëndisë jo vetëm për apostujt, dishepujt, por gjithë krishterët në çdo kohë deri në fundin e kohëve. Lexojmë vargun 3 dhe 5 ku na thuhet: "Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa të tjerë që rinin në shesh të papunë. Dhe u tha atyre: Shkoni dhe unë në vresh dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë, dhe ata shkuan." Si të kuptojmë këto vargje? Doli në orën e 3, të 6 dhe të 9. Shën Agustini interpreton orët si periudha të historisë së njerëzimit. Ora e parë, ai shpjegon, është ora e Adamit ose koha e Adamit, ora e 3 është koha e Noes dhe ora e 6 është koha e Abrahamit. Ora e 9 është ora e Mojsiut. Ora e 11 është ardhja e Krishtit në tokë. Një interpretim tjetër, këtu janë moshat e njeriut, është fëmijëria, rinia, pjekuria dhe pleqëria. Pra, askush sot, këto fjalë të Krishtit mund t'i kuptojmë se askush nuk është herët ose shumë vonë për t'i shërbyer Zotit. Çështja është, a e pranojmë në thirrjen që na bën Perëndia në kohë të ndryshme të jetës sonë? Neve në interesin tonë është që ta pranojmë këtë thirrje dhe të bashkëpunojmë me të në sinergji, që ai të na përmbushi premtimit që na ka thënë për mbretërinë e Perëndisë, por që kjo nuk merret vetëm me dëshirën e Perëndisë, por dhe me punën e njeriut. Lexojmë dhe vargjet më poshtë, vargu 6 dhe 7 ku na thuhet: "Kur doli përsëri rreth orës 11, gjeti disa të tjerë pa punë dhe u tha: Përsërini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?
Ata i thanë, sepse askush nuk na ka marrë me mëditje. Ai u tha atyre, shkoni dhe ju në vresht dhe do të merrni aq sa është e drejtë. Pra, përsërini gjithë ditën pa bërë asgjë. Etrit e kishë shpjegojnë këto fjalë të Krishtit, siç thotë Shënjaku i Arti, se Perëndia nuk i qorton njerëzit, por i fton. Ata nuk ishin dembel, por askund nuk i kishte thirrur. Dhe këtu bëhet fjalë për paganët, të cilët nuk kishin një marrëdhënie korrekte me Perëndin, sepse ata nuk e njihnin Perëndin. Pra, Perëndia u shfaq atyre nëpërmjet Krishtit dhe të dërguarve të Krishtit që ishin apostujt. Shumë njerëz nuk e njohin ende Ungjillin, ose nuk kanë pasur dikë që t'i udhëheqë drejt Krishtit. Prandaj, nëse kemi raste të tilla, përgjegjësia nuk është e atij që pret ftesën, por e atij që na fton. Dhe Perëndia na fton në çdo kohë dhe në hapësirë të jetës sonë. Çështja është që neve duhet ta pranojmë ftesën në kohë dhe hapësirë ku jemi dhe duhet i përgjigjemi atij, edhe pse mund të jemi në kohë të fundit të jetës sonë, pra mund të jemi edhe në një pleqëri, por prap edhe në atë kohë ne duhet i shërbejmë Perëndisë. Lexojmë vargun 8. Vargu 8 thotë: Kur erdhi mbrëmja, i Zoti i Vreshtit i tha kujdestarit të vet: Thiri punëtorë dhe jepu mëditjet e tyre, duke filluar nga të fundit e deri te të parat. Fillon nga të fundit. Etrit e kishës shpjegojnë kështu këto fjalë. Ky nuk është një përmbysje e logjikës njerëzore, por Perëndia shpesh lartëson të përullurit. Pra, Perëndia është me të dobtit, me të përullurit, me të pafuqishmit. Edhe sot në kishë nuk ka klasë të parë dhe të dytë. Pra, ne nuk kemi disa klasa statuse shoqërore në kishë, të gjithë janë të thirrur për shpëtim. Lexojmë edhe vargjen 9 dhe 10 ku na thuhet: Dhe kur erdhën ata të orës 11, morën nga 1 denar secili. Kur erdhën të parët menduan se do të merrnin më shumë, por dhe ata morën nga 1 denar secili. Pra, morën nga 1 denar secili, siç thotë Shën Agustini, jeta e pasosur nuk ndahet në copa. Zoti ka dhënë një premtim për të gjithë. Ai ka premtuar mbretërinë e Perëndisë. Secili e merr plotësisht Krishtin në mbretërinë e Perëndisë, dhe të gjithë janë të lumtur në mbretërinë e Perëndisë sepse janë të përmbushur në kapacitetin e tyre sipas hirit që ata mbajnë. Prandaj asnjëri nuk ndjen nevojën për diçka të tjetrit. Prandaj edhe sot shpëtimi është dhuratë, jo një pagë e fituar. Pra ne shpëtojmë jo nëpërmjet veprave, por nëpërmjet besimit, na thot apostulli Pavli. Dhe vazhdojmë lexojmë vargjet më poshtë 11 dhe 12 ku na thuhet: Duke marrë murmurisin kundër Zotit të shtëpisë, duke thënë: Këta të fundit punuan vetëm 1 orë, dhe ti trajtove si ne që hoqëm barrën dhe vapën e ditës. Pra, murmurisnin. Etrit e kishës na thonë se kjo murmurie tregon izraelitët në shkretir. Dim se izraelitët kur kaluan në shkretir për shkuar në tokën e premtuar, ata shpeshherë murmurisnin. Nuk kishin kurajë të thonin gjërat kundra Zotit taptas, por murmurisnin me njëri tjetrin. Por edhe diçka tjetër, zilia është një mëkat që lind nga krahasimi. Pra, ne nuk shikojmë atë që kemi tonën, nuk e gëzojmë dhe kënaqemi atë, por ne shikojmë tek tjetri. Kështu që edhe humbasim tonën, pra nuk kënaqemi, por dhe kemi zili tjetri. Shpesh ne krahasojmë. Unë kam shërbyer gjithë jetën. Ai u kthye në fund dhe mori të njëjtin hir. Ungjilli na mëson të mos masim dashurinë e Perëndisë me standardet tona. E rëndësishme për ne është hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Nuk është e rëndësishme për ne kush do hyj pari ose i dyti ose i fundit. Çështja është që në mbretërinë e Perëndisë ka vend për të gjithë. Prandaj, nëse ne hyjmë në mbretërinë e Perëndisë, kjo na mjafton. Pse duhet neve të vendosim pastaj kritere sipas kriterëve tona se kush do hyjë dhe kush nuk do hyjë, ose kush do jetë më i lartë dhe kush do jetë më poshtë. Lexojmë në vargun 13 ku na thuhet: Pra ai duke u përgjigju tha njërit prej tyre: Mik, unë nuk po të hakun, a nuk ren ujdi me mua për 1 denar? Pra, fjalët e Krishtit vazhdojnë dhe e shtjellojnë shëmbulltyrën duke thënë: Mik, nuk po të hakun. Për ta treguar se Perëndia është plotësisht i drejtë, askush nuk kombet atë që është premtuar. Tham që Perëndia premtoi si tek populli izraelit, por dhe tek kombet mbretërinë e Perëndisë. Dhe këtë e premtoi nëpërmjet Krishtit me anë të Shpirtit Shenjtë. Dhe kur Perëndia bekon dikë tjetër, ai nuk merr bekimet tona dhe jep atij. Secili ka bekimet dhe dhuratat e vet. Prandaj nuk duhet kemi mërmëritje ose murmuritje ndaj tjetrit, as zili, as çmir. Vargu 14 na thot:
merr atë që takon ty dhe shko, por unë do t'i jap këtij të fundit aq sa ty. Pra, përsëri Krishti na thot këto fjalë, do t'i jap këtij të fundit aq sa ty. Këtu shfaqet mëshira hyjnore, që është përtej logjikës dhe racionalitetit njerëzor. Perëndia jep sipas dashurisë së tij, jo vetëm sipas llogaritjeve njerëzore. Perëndia është dashuri dhe siç na thuhet përsëri të kungjiti sipas Mateut dhe ungjillet e tjera tregon shiun për të mirë dhe për të ligj. Pra, Zoti jep atë që ka premtuar. Çështja është që njeriu e pranon ose e refuzon. Edhe sot një njeri nëse kthehet sinqerisht në fund të jetës, mund të marrë të njëjtin shpëtim si ai që ka qenë besnik për dekada, dhe këtu flasim shpëtim për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Patjetër që në mbretërinë e Perëndisë ka statuse të ndryshme, që do të thotë ka bekime dhe dhurata ndryshme sipas punës që ka bërë. Por shëmbëtyra që tregon Krishti në këtë rast ka të bëjë për hyrjen në mbretërinë e Perëndisë. Dhe në vargun 15 ne lexojmë: A nuk më lejohet të bëj me ti me ç'të dua, apo bësh sylik sepse unë jam i mirë? Shënjo Angujarti thot, problemi nuk është drejtësia e Perëndisë, por zilia e njerëzve. Shën Agustini thot, syri i keq nuk e ndryshon mirësinë e Zotit. Prandaj, sado që neve të kemi zili dhe të smir, Zoti nuk ndikohet prej nesh, ai do bëj drejtësinë e tij që është në dashuri dhe përkthehet në mëshirë. Kur dikush bekohet, mos u hidhuro. Falendero Perëndin, gëzo me të, sepse dhuratat e tjetrit janë dhuratat tona. Ne jemi si një trup i cili funksionon sipas gjymtyrëve të ndryshme. Çdo gjymtyrë është ndihmë për gjymtyrët e tjera. Prandaj, thotë apostulli, nëse një gjymtyrë dëmtohet, gjithë trupi i dërohet, por nëse gjymtyrë lavdërohet, gjithë trupi lavdërohet. Kështu duhet shikojmë dhe neve dhuratat e tjerëve dhe mos të kemi zili edhe të mirë, sepse ato janë tona. Janë të gjithë trupit të Krishtit, pra të kishës. Lexojmë në vargun 16, që është dhe vargu i fundit, kështu të fundit do të jenë të parë dhe të parë të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Si të kuptojmë këto fjalë të Krishtit? Të fundit do të jenë të parët. Shumë që duken të mëdhenj mund të mbasin për shkak të krenarisë, siç ishin edhe judejnë, të cilët të parëve ju dhan premtimet, ju dha mundësia për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, por ata për shkak të krenarisë refuzuan të hyrë në mbretërinë e Perëndisë dhe duke pasur çmir edhe kombet, sepse jo ishin kundër Krishtit që ai shkonte dhe ndihmonte paganët, por ishin edhe kundër apostujve dhe kishës apostolike. Por dhe diçka tjetër, shumë që duken të vegjël mund të bëhen të mëdhenj për shkak të porosisë. Pra, kriteret se si Zoti jep, si them, lëvdata ose bekime tek njerëzit, këto nuk janë kriteret njerëzore, siç mendojmë neve, pasuria, inteligjenca, fuqia, por është porësia, dashuria, përkushtimi, pa interes. Si tha Zoti, nëse dikush do të bëhet i parë, le të bëhet i fundit. Nëse kush do të bëhet i madh, le të bëhet shërbëtor i të gjithëve. Pra, kriteret e qiellit janë ndryshe nga kriteret e tokës. Dhe neve duhet të kuptojmë se kërkojmë të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë dhe në një mbretëri toksore. Shën Agustini thotë, nuk është fillimi ai që kurorëzohet, por fundi. Ne shpeshherë gënjehemi me fillimin, por gjykimi nuk do bëhet as në fillim, as në mes, por në fund të jetës sonë. Dhe si do ta përfundojmë dhe çfarë fundi do të kemi në Krishtin, kjo do të jetë baza e kriterit tonë për shpërblimin e përjetshëm. Prandaj, nuk mjafton të fillosh mirë, duhet të qëndrosh besnik deri në fund. Këtë kuptim kanë fjalët që tha Krishti, para do jenë të fundit dhe të fundit do të jenë të parët. Pra, etrit e kishës e kanë përmbledhur këtë shëmbëltyrë të Krishtit me këto pika. Perëndia thret njerëzit në periudha të ndryshme. Disa njohin Krishtin herët e tjerët vonë, paret sipas moshës së jetës, por rëndësishme është që të përgjigjemi thirrjes dhe njohjes nga Perëndia. Hebrejt u thinën të parët, por ndërsa paganët më vonë, por të gjithë marrin të njëjtin shpëtim nga Krishti, pra marrin mbretërinë e Perëndisë. Perëndia është i drejtë ndaj gjithëve, por gjithashtu është bujar në mëshirën e tij. Zoti do që të gjithë njerëzit të shpëtojnë. Prandaj, kjo shëmbëltyrë na fton në disa qëndrime themelore që duhet të kemi. Të mos e masim dashurinë e Perëndisë me logjikën e krahasimit njerëzor. Mos bëhemi ziliqar kur të tjerë marrin hir ose bekime. Mos ta humbasim shpresën nëse jemi kthyer tek Zoti vonë, ai të pret me dashuri në çdo kohë.
Ti shërbejmë Zotit jo vetëm për shpërblim, por sepse ai na do. Nuk do të kemi një marrëdhënie tregtare me Zotin, japim dhe marrim. Të qëndrojmë të porulur sepse në mbretërinë e Perëndis madhështia matet me besnikërinë, dashurinë dhe porosinë, jo me kozgjatjen e shërbimit. Prandaj, etrit e kishës, të gjithë së bashku thonë që kjo shëmbulltyr nuk është një mësim për pagat e punës, por një zbulesë e misterit të hirit. Perëndia mbetet plotësisht i drejtë ndaj të gjithë dhe njëkohësisht pafutësisht bujar ndaj atyre që i përgjigjen thirrjes së tij edhe në orën e 11. Pra, mund të jemi edhe në kohën e pleqërisë. Por që përsëri Perëndia na thret dhe na shpërblen duke na dhënë mbretërinë e Perëndisë, gëzimin e përjetshëm në praninë e tij. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.